shqiptare me qëndrime të konkretizuara. Ish presidenti Vjosa Osmani ka njoftuar se në margjinat e forumit diplomatik që po mbahet në Antalya të Turqisë zhvilloi takim me Masad Bulus, këshilltar special i presidentit amerikan Donald Trump. Tha se falenderoi të për mbështetjen e palëkundërt të administratës Trump për Kosovën, përfshirë dhe për ftesën e SBA-s që Kosova të jetë anëtare themeluese e Bordit të Paqes. Osmani u shpreh se diplomatit amerikan i ka shfaqur shpresën që kjo mbështetje për popullin e Kosovës të vazhdojë, duke rikujtuar se Kosova do të vazhdojë të jetë vendi më pro-amerikan në botë. Kombëtarja e Kosovës në kategorinë e vajzave ka arritur të shënojë fitoren ndaj Bullgarisë, duke përmbysur rezultatin nga 1-0 në 2-1. Ndeshja ishte e vlefshme për kualifikime në kampionatin evropian. Gëzimi i vajzave dardane ka qenë shumë i madh, aq edhe në zhveshtore ka i huar dhe kënga e nuk munguar dhe as lotët. Ndjekim për pak çaste këto momente gëzimi. Ndeshe jem patrona është në rëndësi fitore. Ndeshe në historitë e këto dhe të bën historinë më shpresoj dhe do të bëni smos që më kvalifiku në kampionat dhe kështu që edhe me dalë në B, kështu që vërtet të bëni historinë. Nga kultura po veçojmë teatrin Teuta nga Ulqini, i cili do të sjellë komedin Buongiorno në Prishtinë dhe në Shtime, një shfaqje plot ritëm, humor dhe kthesa të papritura ku situatat komike ndërthuren me momente që prekin temat të përditshmërisë sonë, sinqeritetin dhe marrëdhëniet mes miqve. Shfaqja vjen në Prishtinë më 23 prill në orën 20 e në Shtime më 24 prill në të njëjtën orë.